Numër 1, policia të ka futur në një listë, si kur ti ke qenë Shtetet e Bashkuara, praktikisht si kur ke qenë në Tiranë dhe ke bërë forcat e policisë. Kjo është më e lehtë sepse është vetë demaskuese për forcat e policisë, është një lapsus mungesë profesionalizmi, po kjo ndërkohë të ta plotësoj vijonte policia e shtetit dhe në intervista live dhe pasi ishte bërë publik reagimi im, që unë ndodhesha live në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po reagoja, vijonte akuzën dhe thonin që jo, nuk të rigjeshin nga le themi gafa, idiote, trashanike, por vijonin thonin që ne po e procedojmë për organizimin e protestës dhe po e procedojmë për ato vepra që i kemi ngritur. Idiotësi që vetëm Ilir Proda dhe Edi Rama mund ta prodhojnë. Nga ana tjetër, ka shkrime online që kam përmendur jo vetëm ty për favoritizma dhe lidhje të një natyre tjetër, por njerëz të afër me ty, miq e shok të ngushtë, vëllezër e motra, gjithsesi në një strukturë të tillë. Dëshiron ti që të japësh përgjigje? Patjetër, unë jo dëshiroj, po të falenderoj që më jep rastin një herë në radhë parë të flas qoftë edhe për familjarët e mi, sa herë kam patur mundësi. Në këtë rast unë jam objekt sulmesh edhe më vjen shpesh herë më vjen keq një pjesë e rrethit tim familjar, por dhe rrethit tim shoqëror për fatin e keq sfundmi bëhen target i jo vetëm sulmeve mediatike, por edhe i gjobvënies shpesh herë mediatike, sepse keni parë një rast të para pak ditëve një pseudo gazetar që vendose gjoba rrethit tim miqësor vetëm për shkak njohjes me mua, në mënyrë që të ishin lajmet negative. Është bërë, mendoj unë, e rrugës kjo metodik pune dhe gjobvënie ndaj kujtdo që në këtë vend mund të ketë një zë publik, apo dhe është një mënyrë dekurajimi për çdo politikan, opozitar, apo qytetar, apo zë i pavarur publik, që mund të ngrer zërin dhe të flasë dhe të shigjetoj afera të caktuara korruptive në vend, apo të flasë në mbrojtje të interesit publik, që të dekurajohet, të linçohet, të luftohet pa asnjë lloj principi, ose të jetë detyruar të japë përgjigje. Me të gjitha format në mënyrë që të stepet. Qartë. Në rastin tim shërben për motivim dhe shërben edhe për një lloj le të themi latimi të krenarisë time dhe të egos time kur vjen puna për shkak që sulmohet im vlla, bujrum edhe shumë mirë që sulmojnë se më japin mundësinë të flas se kush është im vlla në fakt. Dhe më vjen mirë që kohët e fundit e pas kanë nxjerrë edhe tim vlla edhe mua, sikur kemi përfitime nga kjo qeveri. Më vjen keq, po nuk i gjejnë dot këto lloj përfitime, se nuk ka asnjë të tillë dhe i ftoj të hulumtojnë çdo lloj veprimtarie financiare të vllait tim dhe time bashk, por shkurtimisht për të dy fjalë. Im vlla që unë kam edhe më të madhe dhe e kam dhe modelin tim suksesi që e ndjek, që kur kam qenë që në fillore kam shkuar në filloren ku ka qenë ai, e në gjimnazin që ka qenë ai, e në universitetin që ka qenë ai dhe kam luajtur dhe sportin që ka luajtur ai. Për shumë vite me radhë ka punuar në një ndër studiot më të mëdha botërore, në një nga 3 studiot më të mëdha botërore të avokaturës, Hogan Lovells, në zyrën e Washingtonit dhe të Marylandit, në fushën e energjisë dhe infrastrukturës. Duke qenë se vendosen në 2017 të kthehej në Shqipëri, pati një angazhim tim profesional që vijon ta ketë në shumë fusha të ndryshme, kryesisht të konsulencës, por ka patur një aktivitet tim privat, të cilin e ka ndërprerë dhe ka ndërprerë çdo lloj marrëdhënie kontraktuale me një kompani që kishin nxjerrë që as e mbaja mend as e dia dhe u detyrova ta pyes sot ditë. Deri në shkurt të vitit 2021 për shkak të kodit etik që kam unë dhe kemi ne të dy, që në momentin që unë isha në prag të shpalljes sime zyrtarisë si kandidat për deputet, kam kërkuar që patjetër unë jo që s'kam patur asnjë lidhje, po dhe rrethi im familjar, ata të afërmit, të hishin çdo lloj aludimi që mundet në një moment caktuar të përdorej në të ardhmen nga këto media që shërbejnë më shumë për liçim dhe për baltosje ndaj meje. Bëhet fjalë për një lajm për cilin vetëm aspekti kohor rrëzon vetë demaskon ata që kanë ngritur akuzën. Pra bëhet fjalë për një kompani në cilën im vlla ka qenë aksioner me 5% deri në shkurt të vitit 2021 dhe pas atij momenti ka shkëputur çdo marrëdhënie, nuk ka asnjë marrëdhënie kontraktuale, nuk ka fituar asnjë cent nga kjo kompani dhe ka shkëputur çdo marrëdhënie për shkak të tarifës suksesit që kishte vendosur në shkurt 2021-shit dhe befas pas kanë zbuluar mediat që kjo kompani, për cilën nuk kam asnjë njohuri, asnjë lidhje, asnjë marrëdhënie, as unë as vlla as kush tjetër, në 2025 pas ka marrë një tender publik nga shteti. Punë vet, bëjmë punë vet, nëse kanë shkel ligjin, të bëjmë përgjegjësi para ligjit, po as nuk ja kam iden për çfarë flitet dhe uroj që me akuza të tilla të vazhdojnë sepse përveç se vetë demaskohen, më shërbejnë për të më motivuar më shumë
për t'i qerr maskën dhe për të folur më shumë në të mirë të interesit publik, për të folur më shumë për transparencë, për të folur më shumë për aferat korruptive që po shërbejnë për të larguar qytetarët shqiptar dhe për të vijuar betejën time. Unë standardin e këtyre 5D e 5B e 5R as nuk ja kam iden dhe nuk e kam patur të perceptueshëm në logjikën time, por unë jam Belindi, kam kodin tim moral, kam kodin tim etik, kam kodin tim familjar dhe sigurisht nuk lëviz nga istikami, thonë këtë gjëje, dhe nuk kam ndërmend të lëviz.